Palinaur në Trieste, si Tom, krejt ka dal dole të organizu jetën, të organizu krejt familja jeme senet, ja kom nis me në kuzhinë, kom pos pasion të furt, okay? Edhe ka dal dole tani unë reqa me moment, se kështë qef shumë më bone, kështë doktor i porri fëmi, ma i modhe jam i familjes, tani kështë qef aje, mo doktor, avokat si ton, po unë kështë qef kuzhinë. Tani kryva kuzhinë në Trieste, jam shku vesh me punu me Michelin star, top restoranta, top chef, edhe ka dal dole, dhe isa i komposun, dhe isa jam shku dhe Nomad i Copenhagen, se është një restorant top in the world, është maj miri në botë, okay? Restorant, kum punu ato, jam shku në Francë, kum punu me 3 Michelin star, dhe isa ku i kum bone 24 vjetë, ka thirë një super chef si o këtu në Itali, si ko emnin Cannavacciuolo, më tha, ke punu 5 mujde të one, ke pëlqy shumë, ani pra dhe që a uar momenti më këthy këtu në Itali, e merë restorantin tem. Edhe tani pi 24 vjetë, ja kom nisën e më bo chef vetë. Era e parë, shef kuzhine ka qenë 24 vjeç. 24 vjetë, po. Edhe tani kina marrë yllin, Michelin star njo, edhe jam veç, one se kam Michelin star në Kosovë, kam chef. Po pra, për këtë dua të më ndalosh, se ti e kalon kështu të CV-ja, më thënë si është historia e Michelin star, si i more, që ndodhi? Më thënë si funksionon zgjedhja? është personale apo është e restorantit? është normal personal, është personal i kuzhinës, shefet, tani do të një procedura është okej, do të me po pjotat e mira, do të me pos një standard shumë të fort, të madh, nuk mujnë me marrë ton Michelin star, se do të me mojt një standard elevat, shme thonë të madh. Qfar janë ato që përcaktojnë standardin? Si e merë ti Michelin star? Standardin është ekipin kuzhinë, do të me pos shumë vetë, 7-8 ekipa në ekip, një standard do të me pos da pjota, si do të me organizu, mi bon gjithë me inovacion, me mëmsu, mi bo sana tjera, edhe me moj standardin elevat shumë, që me thonë shërbimin kamerjeri, kuzhina, që shme thonë dej pjota, porcelana, që kaj sene do të me pos shumë top. Dhe ata të vendosën që ti e meritoje këtë gjë. Çfarë ndodhi pastaj me ty në momentin që ti more këtë, se ky është si të marrësh një çmim të rëndësishëm në shkencë, në libra, kështu është kjo në kuzhinë, është një është shumë e madhe kjo sens, është e vogël, okay? Tani jam knoq, okay? U knoq edhe familja jeme. Po pra tha, s'ka problemi së bëre doktor. Po knoq edhe, po. Tani e mora Michelin star, del kem një jem maj shumë, okej? E men Haziri ka marrë Michelin, edhe më ka jop shumë vizibilitat, që shtiret në Kosovë, si u doll emni jem, okej? Si më konë një futbolist, si është i fort e ka dal dole të shku për para. Qashtu, tani piqa tuhet, unë e kom bë 3 vjetë e gjysë të punu në Torino, e kom pos Michelin yllin tem, edhe tani ma ka qel deren pak, okej? Jam shku tani në Courmayeur, kom bë një restorant vetë, këtu janë Milano, si po kena qef me morë dhe këtu yllin, i sholla në antur e këshyre ma e morëm që të vetë, edhe piqa tuj tani mi ka qel shumë sene. Jam shku, më thirë ingjinja më janë reqë restorantin, më thirë ingjinja për me bo magari një menu, kum fitu edhe Under 30 Forbes, edhe aja unë ka jop shumë që shme thonë vizibilita, si unë ka që për para, edhe tash të mirë, i kom këtu një restorant Milano, kam tjera konsulencë, si shka janë reqë restoranta, tjera persona, tjera biznesmena, edhe mirë, tash të këshyrë me morë këto yllin. Qërë bën marja e yllit? Qëfar sjell biznesit? Përveç vizibilitetit? Mi morë Michelin star të garanton se i ki restorantin o hotelin 20-30
pak persona mosafer të garantuar gote. Garantuar. Që ata vinë nga Okay. ylli, domethënë ajo është garancia Gjinja, që futuese është mirë. Sajde na për Europë, na për krejt është kultura, me shku me hongër, okay, Michelin star, me këshyrë sene restoranta si që tjera sene, okay, së është normalisht si ti bojnë pjotat, që është me thonë normal. Okay. Si quhet tani ajo që ti drejton është Procaccini në Milano. Restoranti këtu, Procaccini Milano, e jena në midis restorantit këtu midis qendrës Milanos, është restorant fine dining, edhe i kam 12 kuzhiniera në kuzhinë, edhe one, edhe mirë. Po si është për shembull aty, se ne shikojmë filma me shefa kuzhine, ne nuk e dim si funksionon një kuzhinë. Kështu është si film apo? Goti si film, po realta është tjetër sen. Realta do të më thonë se do të më qunë sabah, me shku në kuzhinë, ka herë s'ki qef, ka herë ki qef, do të më shku mi organizu pjotat, mi bon, me punu, so është pun e kalajshëm. So është pun se mundet me bot tonë, se s'ki jetë personale, okay? Je gjithë në kuzhinë, o je gjithë i morë me toli farsene, o me gjen, o me restorant, o me... Po do të me pos pasient fort për që ata. E kuptoj, sepse është vetëm ajo. Veç aja, po normal. Ta shtu ne baj edhe një program këtu në Itali, si është Rai 1, okay? O një shtune në Sabah, edhe aja të një të merë, o video Më si trego, bajone... nuk e di këta. Më trego pak çfarë bën në Rai 1 në mëngjes? Ta është Rai 1 më ka thirrë se kësa di në Itali, unë jam shumë i ngjofshëm si kuzhinier, okay? Edhe më ka thirrë Rai 1 për me bon shtunë e bëj një recet, okay? Edhe që shtu ja kom Më falë, çfarë bën? Recet. Recet, bën recet për mëngjesin e Rai 1-s, po. Për mëngjesin Rai 1. E shkajon ato Rai 1, bingë ata këtu, i bojnë videot, e bojnë receten, kështu tani shpim unë me bo qasë recet. Po shumë interesante kjo gjë. Kjo besoj të ka dhënë edhe më shumë famë në Itali. Kjo më ka dhënë shumë famë, po. Po ne ku morë shumë famë, ku e kom fitu under 30 Forbes edhe Michelin star, normal. Jam konë në shef një shef shumë i fort në Itali, edhe piqat ujë tani kom morë. Ndërko, çfarë recetash bën ti për Rai 1? Vetëm italiane, apo? Veç në Itali, po, këtu. Në Itali kam qytë program që më thirën edhe e baj. Jo, po flasë për recetat që ti sugjeron, janë vetëm italiane, apo ke futë edhe pak veç italiane, po, ja, veç italianve edhe, po, në Instagram teme, në TikTok, i kam të mijat personal, e kam një ekip, si që shumë thonë, si mi bojnë senet, okej, me gjenojnë senet, tipo, mi bojnë videot, thujnë qa me bojnë, që shmi në reqë, jam të bo pjota të Kosovës. Këtë dua të dija, e ke filluar ti tregosh pak pjatat e Kosovës dhe cilën për shembull? Ka dal dole po baj da pjota, ka dal dole jam të i organizu, të i bo da video, edhe në që shekajmë në bre. Në Instagram teme, në profilo tem, edhe TikTok, i she, mundi mi po. Për shembull, flin, si mund ta sjellim flin? Flia është pjota ma e mira, se më pëlqen ma shumë të, okej? Kur kthejnë në Trieste, të nona jem e boba, edhe unë e thirrë një naksham për pora, mom, që shtu një nesër ka me ora të në Trieste, aja e den se ka me bo flin. Sa? Veç sos kallaj, me bo këto restorant teme këto sos kallaj. Ama e bukur, me gjithë yjet që ke marrë, e me gjithë famën që ke siguruar në jetë, prap kokën e kete flia e Kosovës. Po, e një familje teme, jena gjithë folëm shqip, tradicionin e Kosovës, e mojna, edhe s'ka herë kthejnë edhe në Kosovë, edhe kam qef me posën e shqiptarë që shkojnë për pora, me thonë, patriot, ha? Patjetër, po patjetër, ne do mbështesim njëri tjetrin, se ndryshe nuk ja dalim. Të kërkojnë, janë duke të kërkuar në kuzhinë, apo? Unë falë?
Po të kërkoni në kuzhinë tani, them, se më duk sikur po shikoje ka andej. Jo, anena është po, anena o kuzhina, jam veç e këshyra të. Se po të duash, mund të marrësh dhe celularin dhe të ma tregosh edhe mua kuzhinën tënde. Më pëlqen. Okej, ane pra, ane. Ta si thama aty, në të qesëm kuzhinën pak. Okej, do doja ta shikoja pak, të shikoja diçka më shumë. Vinë shqiptarë aty tek ti? Vinë, kanë qef se, qysh me thonë, i vjen quditen se është në shef i Kosovës në Itali, se është pak se i madhë, okej? Kanë qef, vinë, hojnë, i pëlqen, që ajo është fantastik. Dhe pastaj në fund, ti i përshëndet Shqip, kjo është e bukura. Jo, po unë e folja Shqip, tash të ne ka pak që shto. Jo, po të dëgjoja në videot e tua me italishte fantastike. Do të nuk besoj se të pyesin a je italian apo jo, nuk dukesh, nuk ka nevojë. Jo, ato mves, jo, ata vinë felsune, ata i din, okej? Vinë shumë pi Albanisë, vinë këto, e bojnë weekend, edhe tani vinë në kësha me hongër të one këto, ata e vej se na o shefin në restorant, po vinë këto e hojnë, unë tani e di, se unë e bjemnet, të kodi këshyre, që ko jam një plan, sot gjeni kena në kësham, unë e këshyri bjemnat edhe i shesi janë shqiptarë. I shikon bjemnat dhe shikon që janë shqiptarë. Dëgjoj, po qef është kur ti për shembull ja ke djali që iku nga Kosova, ja doli. Dhe aty vinë njerëz të tjerë që me siguria kanë dalë, përderisa harxojnë, sepse është restoranti shtrenjtë. Pra praktikisht njerëz që bëjnë diçka dhe mund të shijojnë pastaj suksesin e njëri tjetrit. Ky është një lajm i mirë për ne, është bukur. Shumë është e mirë, se është puna se unë jam nisë për Kosovës me familje krejt, jo zero, minus zero. Edhe tani me mujtë, më bo dikosh me që përpora tradicionin e Kosovës, shqiptarit, qa jom kam qef për që ta. Edhe këtë shose edhe shqiptari ka qef, edhe i pëlqen, është satisfakcion e fort. I njeh shefat e kuzhinës në Shqipëri, do të njeh dikë, apo s'ke shumë komunikim, apo në Kosovë? Në Kosovë, ashtu s'kam shumë komunikim, pse unë gjithë kam sene kësajlina për Itali, për jashtë, okej? Po që një vjetë e kom organizu hotel Sospiro atje të Prishtina, restorant Sospiro. Jam shku me ekipin tem, e kena nëreq krejt, e tani na kthy. Po, kam shumë kontakt me shefat të Kosovës, sa bukur, do me thënë, qove ekipin për ta ringritur Sospiron dhe për të bërë një natë milaneze. Po, qashtu, po, jena shku në Kosovë, në Prishtinë, të hotel Sheraton, e kena organizu, se më kanë thirë ata, me janë nëresh hotelin, edhe e kena nëresh, e kom lo një shef italian, se kom posën në kuzhinë teme, edhe aje s'ke për pora ka daldale vetane. Qa të pëlqen ndonjë gjë nga kuzhina shqiptare, ndonjë gjë që mund ta risjellësh, ta rikrijosh, diçka që është jona, jo turke, jo greke? Jo, mu pëlqen tradicionin që me thonë flinja, kam qef lang me speca, gjyshe bëj këj lang me speca, ta kënash ke zemrën.